Vitet e fundit fshatit Nart me sa duket i është kthyer qetësia e munguar për shkak se disa vite më parë Narta për arsyen se shumica e popullsisë është larguar, ishte kthyer në vëmendjen e grabitësve të banesave, të cilët synonin, siç tregojnë banorët e zonës, shtëpitë mbyllura dhe pa zot. Por grabitit e shumta të shtëpive të ndodhura përgjatë periudhës 2020-2023 kanë lënë pas një frikë tek banorët e zonës. Të friksuar më tepër janë të moshuarit, të cilët thonë se jetojnë vetëm në banesë dhe mund të presin çdo gjë. Frika nga personat që futen në shtëpi për të marrë prej tyre çdo gjë. Banorët thonë se i ka bërë më vigjilent, teksa kërkojnë patrullime më të shpeshta edhe të policisë në zonë. Vetë, çfarë do jetë? Plot kam 3 çupa dhe një djalë. Fëmijë plot kanë, po ku i kam pa në Gjermani? Sa në Greqi, vetë jam korba. Po tani edhe kur plaket njeriu, ka dhe frikë se mos të vdesi vetë. Ajo është e drejta tani. Nuk më kanë, nuk na kanë trazuar dhe të kanë frikën, të them të drejtë. Ma se parat, po gjerë na shti që unë më ka vdekur buri, nuk kam parë gjë, të them të drejtën. Po ishin atëre, po tani u largua njerëzit, nuk ka njerëz. Është keq puna. Kam vetur ato thuashta 10 veta si puna ime, të jemi 82 vjeç, shoku im të gjitha janë 3-4 veta, të tjerët të mbyllur. Gjysma e Nartës është e mbyllur, nuk them më tepër. Nuk viten, çfarë të viten ato shtëpi? Kanë ikur njerëz. Ka pas dhe raste kur kanë ku gjejnë ata të vjedhin andej. S'ka ngelur gjë këtu pastaj. Neve që jemi, po hajde de. O, sefte. Tu e 4-5 si erdhi dhe sonomia kështu, nuk ishim në 2 shtëpi kishim ande nga poshtë, nga dalani kishim anës, kishim marrë të gjitha që ishin ande ke. Sa këte nga kumi që kanë bërë, kanë ikur frikën e kemi, po nuk shtukua qeveria, nuk thua që të vinë, që këtu e 5 vjetë kishin një astronomia, vinte me motor, dhe kishte një qarkullim në 2-3 orë. Kanë 3 vjetë në shqitrekën, në ka njën për zore kështu. Vina as policia? Po, turpimari, tham një nga të sonomis, juve si sekretar, si komisarë që jenë, dërgoni këte në Nart do një jetë. Ndërkohë edhe tek emigrantët, të cilët rikthehen shpesh në Nart, frika ekziston. Në këtë rast jo për veten, po për shtëpitë mbyllura për të cilat tregojnë se kanë frikë se mos bien prej grabitjeve. Si rasti që kam gjetur. Të gjitha në shtëpi. Jo tani, ka 2-3 vjetë, që ku e zunë ato ajdutin, nuk kanë marrë më. Ka pasur, shumë. Ikni në mes të fshatit të thonë. Shka merak, gjithë ajo perusia që është brënda, që s'ke merak, ke merak. Qa të themë, kur jenë në Greqi, qa do shikosh. Bata sigurosh si të duash, të qojë sa të duash. Po njeriu do të bëj të keqe, do të bëj. Tashi jo, atëre kishte shumë, tani jo. Jo, as s'ka ndodhur gjë, deri tani, s'kam dëgjuar. Përgjatë viteve 2020-2023 shumë prej banesave të fshatit Nart ranë prej grabitjeve të shumta. Jo vetëm kaq, por gjatë tentativave apo grabitjeve banorë të Nartës, kryesisht moshe 3, mbetën edhe shpesh të lënduar.